محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, vërtet jemi të nderuar, jemi të privilegjuar që Allahu te bareke ve taala na zgjodhi neve që të jem ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe padyshim çdo njeri që e ka imam, që e ka pris Muhamedin alayhi salatu wassalam, e ka shumë të lehtë me gjetë atë rrugën të cilën e kërkon njeriu në jetën e kësaj bote, me qenë i lumtur, me qenë prej atyre njerëzve që e kalojnë jetën pa vështirësi të mëdha, pa shqetësime të mëdha, sepse është në natyrën njerëzore me pas vështirësi, me pas shqetësime, me pas hallë dhe brenga. Mirpo kush e ka një pris dhe e pason rrugën e tij, sigurisht pastaj këto lehtësohen. E kush ka mbet në rrugë të pandriquar dhe nuk ka ndonjë pris apo ndonjë këshillues që këshillon ka me shkue, e ka shumë vështirë me gjetë rrugën. Kështu që Allahu te bareke ve taala na përzodhi neve me qenë ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam, që është një krenari në vete, ndërsa ky pejgamberi i Zotit nuk fliste ndryshe, e as nuk i mësonte njerëzit ndryshe, e as nuk i këshillonte, as nuk i udhëzonte ndryshe, vetëm ashtu qysh e mësonte, ashtu qysh e inspironte Allahu i madhruar. Për ata, Allahu për pejgamberin alayhi salatu wassalam, kur e veçon që është njeri i zgjedhur dhe nuk flet ndryshe, vetëm ato që është më e mira, Allahu thot: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nuk flet ndryshe ky pejgamber, nuk flet ndryshe, vetëm se ashtu qysh ne e inspirojmë, sepse kjo është një shpallje që vjen prej Zotit. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas vetes na i la dy gjana që nëse ju përmbahemi nuk do të humbim as në këtë botë e as në botën tjetër. Na la Kur'anin edhe na la rrugën e tij, sunetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Andaj të nderuar vëllezër, sezona në të cilën jemi, koha në të cilën jemi, koha e verës, ku shumica prej besimtarve janë në pushime, e në veçanti të rritë edhe të rejat, ata që kanë qenë të ullën në për banka shkollore, tash këta 2 muaj që po vinë i kanë pushim, kjo është pushim kogja i gjatë, dhe runa Zot, me bo mos me u marrë me asnjë aktivitet, edhe mos me u angazhue nësë gjë, pastaj ku po vjen shtatori po e kanë problem, edhe nxënësat, po edhe studentat në tetor po e kanë problem me u kthy në bankat shkollore. Andaj nuk ka aktivitet më të mirë gjatë tyre ditëve dhe netëve të nxehta se sa me freskue veten edhe shpirtin me fjalët e Allahut të madhruar, me Kur'an. Dhe vllazën, ky Kur'an që kemi në mesin ton, ky është një libër që çdo herë njerëz të mëdhenj, njerëz autoritativ, burra dhe gra me ndikim në historinë e njerëzimit janë marrë me te. Vetëm dështakët prej muslimanëve ja kanë kthye shpinën Kur'anit. Andaj këtë libër Allahu e solli në mesin ton për me nxjerr njerëzit prej humbjes, prej humnerës, prej dalaletit. Për ata Allahu te bareke ve taala në kapitullin Ibrahim
i drejtohet Muhammedit alayhi salatu wassalam duke i thënë: Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Këtë libër ta zbritum ty, o pejgamber. Këtë libër ta zbritum ty, o Muhammed. Për çfarë arsye? A me shit me parë, me bë tregtime ta? Jo. Po çfarë arsye? Për me nxjerr njerëzit prej errësirave. E ku me i quë? Me i qitë në dritën e islamit. Errësirat vllazën ka ardhur në shumës. Adh-dhulumat është shumësi. Pra është errësirat në shumës, sepse njerëzit në errësira të ndryshme munden me qenë jetën e kësaj bote. Ndërsa drita ka ardhur në njëjs. E nur ka ardhur në njëjs, që do të thotë vetëm një dritë është ajo që ta ndriçon jetën, drita e islamit. Andaj është koha ideale, është koha më e përshtatshme tash të gjithë ne, edhe imamët, edhe xhamati, edhe të rit edhe të vjetrit të kthehemi pranë librit të Allahut e ta freskojmë veten, sepse edhe pse është nxehtë, Kurani është sikur ai flladi pranverës që ta fladit kanë trupin, Kurani ta fladit zemrën edhe shpirtin. Andaj kjo është libër, o vllazën, që nuk ka fije dyshimin të që thot Allahu i madhruar, dhalika el-kitabu la rayba fi. Kjo është libër që nuk ka dyshim. Pra mos u shqetësoni e mos hezitoni me thonë a me lexuaja se apo mbjen mira keq. Këtu keq nuk ka. Veç të mira ka. Kjo është libër, o vllazën, që ka mbet i pandryshuar, i paprekshëm. Ju ka bë ballë stuhive të ndryshme që kanë fryrë nga lindja dhe prendimi, veriu apo jugu. Ju ka bë ballë edhe tentativave të këqive dhe keqbërëse që janë mundue me spekulua apo me lujt me Kur'anin. E dini pse? Jo pse ne kemi rujt, po Allahu ka garantue se do të ruajmë këtë nga dora e të këqive dhe keqbërësve. Atyre që tentojnë her pas here të luajnë me Kur'anin apo të ndryshojnë Kur'anin. Por ata Allahu i madhruar thot: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit këtë Kur'an. Dhe Allah po thot ne çka do ta ruajmë atë. Kështu që ajo është i ruajtur edhe brenda kopertinave aty si libër i Zotit, po është i ruajtur edhe në zemrat, edhe në mendjet e besimtarve. Andaj juftoj kështu publikisht që këtë kohë, nëse doni me bë kohë të bereqetshme, nëse doni me bë një kohë që kalon gjurmë në historinë tuaj, t'i ktheni librit të Zotit Kur'anit. Ata që nuk din me lexue në origjinal ashtu siç ka zbrit, e kanë kohën. Dhe po e them sinqerisht, të gjitha xhamit që numri i tyre shkon mbi 900 xhami në Kosovë janë të hapura për ata që dëshirojnë me mësu Kur'anin. Edhe Bashkia Islame ka institucionet e veta, edhe ato të gjitha janë në dispozicion dhe janë në disponim për me i prit besimtarët musliman dhe me i fresku me fjalët e Allahut. E ata që din me lexu po kanë gabime, le të kthehen tek imami i lagjës apo i fshatit, le t'i përmirësojnë. E ata që dëshirojnë me mësu rregullat e tajvidit, që pastaj ajo është çershia mbi tort me lexue me rregulla ashtu që ka zbrit. Atëherë është kulminacioni i të mirës, që thot Allahu warattil al-Qur'ana tartila. Lexoj Kur'anin me tartil. Çfarë do të thonë? Lexoje mirë, me tajvid, me rregulla, bëni zgjatime të mirë, bëni ndalesa të mirë, bëni nisje të mirë, po edhe pse jo, jeshej edhe me zanin e bukur që ta ka dhënë Zoti. Se po dikush se kam zanin e mirë. A ka ndaj kush që ka zanin e keq, kisha me pyetën e. Jo tjetër, pse a ka këtu në mesin ton dikush që ka zanin e keq? Jo, këtu ka keq menaxhues të zërit. Ka pra besimtar që e menaxhojnë keq zanin, se Zot keq s'ka. E keni pa dhe lexues më të mirë që në botë, do e kanë zanin e trash, do e kanë zanin e holl, do e kanë si mes, do e kanë zanin e ult, disa e kanë zanin e lartë, a mo këtë lexuesit të mirë, mashallah. Edhe na gjithë këtë zonë me pas të me thonë, s'po më shka zanin me lexu Kur'an. Kjo është pikpyetja i të kuptuar të misionin e zonët asi duke kuptuar. Janë një kategori që janë shumë pak, ata nashta s'kan mesin tonë që s'mund flasin, kanë problem këto. Kanë problem do me thonë me zërin, ose kanë pas intervenim fjota diçka, ama ata mesin tonë ose është një ose as një hiq.
Kështu që të gjithë e kemi zonën e mirë, të gjithë e kemi zonën e bukur, andaj me këtë zaçka ta hieshojmë kënë leximin e Kur'anit. Dhe lutë Allahun te bareke ve taala që të na bën neve prej atyne popujve apo atyne njerëzve të cilët mblidhen në një vend edhe mësojnë Kur'anin, edhe lexojnë Kur'anin, edhe studiojnë Kur'anin. Se vallahin gjithçka që i duhet, jo vetëm muslimanëve, po në njerëzën përgjithësi e muslimanëve veçanti e kemi brenda kopertinave të Kur'anit, vetëm se a ka kush e hap, a ka kush e shfleton, a ka kush e lexon, a ka kush e mediton, e pastaj ajo që është kryesorja, a ka kush prej neve e praktikon Kur'anin në jetë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft dhe me u bashkue rreth librit të tij dhe me përfitue, me marr mësime, me marr udhëzime prej Kur'anit. Allahu na mundsoft. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.